Banorët e fshatit Ngraça në bashkinë Mallakastër kanë ngritur shqetësime lidhur me gjendjen dhe cilësinë e punimeve në rrugën që lidh fshatin Panaor me Ngraçanin. Bashkia zhvilloi në muajin nëntor të vitit 2025 tenderin për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor. Rruga me gjatësi rreth 1.5 kilometra ishte tetë amortizuar, ndërsa një pjesë e saj ishte shtruar më herët nga Bashkia Mallakastër. Tenderi u zhvillua me një fond prej 43 milion lekësh të reja dhe u fitua nga firma KMK SHPK, e cila ka nisur punimet për rikonstruksionin e segmentit. Megjithatë, banorët e Ngraçanit shprehen të shqetësuar për cilësinë e punimeve, duke ju referuar situatës në vend, ku sipas tyre, shumë rrugë dhe ura janë dëmtuar vetëm pak muaj pas ndërtimit. Ata kërkojnë që dhe kjo rrugë të ndërtohet sipas standardeve dhe me cilësi. Rruga është jashtë standardit, pa teknik punimesh. Jashtë standardit. Si këta rrugë mundi bëhet një individ. Urdo, rruga më pranë pa shikoje. Këtu ka kaluar ato, tumbinat. Nga këtu, kjo është trashe, kjo është qendër, si qendër zjarri, në kone në vjerit. Urdo tani, zoti gazetar. Ky është kanali për... Ja tumbina. Pa hequr renën bituminoze, e shedhur qaku i lartë. Ata, e skrepi këtu isha dite këtu. Edhe, tha nuk e kam mundësi ta heqin, me këta skrepi që kemi ne, tha nuk kam mundësi ta. Po të dhije mjetet e renda. Firma ka mjete, apo s'ka mjete. Të dhije ta ashtu ta heqin. A i gjoka, po shkall normalet. Ky nuk heqja do të një guglu, unë s'kam punë as me kryetarin e bashkisë, as me firmën. S'kam as i lloj interesi. Unë kam interesi në rrugës, bëhet rruga për njerëz, të kalojnë njerëz, nuk kalojnë kafshë. Ta thashë pak më para. Kjo është rrugë për të ardhur keq. Pra, çfarë është me meraku juaj? Sepse firma është duke punuar. Po kjo njëre të trashëguar. Ne meraku dihet ta punë, ka një përfundim të keq kjo. Kjo është rrugë për sa për 3 muaj. Ktu nesër mund të kalojnë mushka këtu, njerëz nuk do kalojnë me. Siç e kanë filluar ata. Ja të them unë. Nuk dim ne s'maj mend për vetë 70 ca vjeç, nuk maj mend të prishën në rrugën Kone në Verit. Ura dhe rrugë. Këta më para prishën sa rregullohen. Këta e thyen rrumpalle, vetëm të vjedhin sa më shumë. Vetëm vjedhje, as s'din këta vetëm vjedhje. Sa për ju jeni dhe kryeplak i fshatit. Kryetari i fshatit. Po. Nga cila forcë politike jeni sjellur? S'ka këtu forcë politike, njerëz janë U zgjodhi fshati. U zgjodhi fshati. Po çfarë kërkojmë ne? Unë këtë don brenda standardet, bëhet edhe një muaj me vonesë. Po të bëhet brenda standardet, kjo është rrugë për ta keq. Kjo nuk është rrugë për mua. Kjo nesër do kaloj mushën, do kaloj njerëz këtu, siç e kanë bërë këta. E kishim një merë bituminoze. Ishte më pra hir, e di me 100 veshësi po do kalonim. Këta e kanë zvogëluar rrugën. Nga 4 metra kanë qenë 3 metra. Tani lidhur sa për rrugët për Xhaden, ne në ratë parë falënderojmë deputetin e zonës në Llafin që tha do ta fillojmë sa më shpejt. Jemi shumë të kënaqur. Edhe kryetari i bashkisë njëjta punës, që edhe atë e falënderojmë, por ne kemi problem tjetër, që rruga me që filloj të bëhet me standarde, të mos bëhet domethënë shkele shkolle, se që vetë 6 muaj, një vit, 3, pase kush do marrë përgjegjësi për këtë punë. Na duket mirë, po tani ka vende që edhe nuk ka, se asfalti nuk është gërryer, ai që është edhe i pari. Kështu domethënë që neve na duket sikur nuk është me projekt me standarde të tëra. Pra nuk po zbatoj projektet thoni. Po, kështu na duket ne, ata thonë po ne themi jo, tash e vërteta të dalin se ka dhe komisione, ka njerëz domethënë që merren me këtë punë. Neve nuk ne flasim çfarë shikojmë me sy. Kështu do më dhe që kërkesa jonë kjo është. Unë është këtë që tha kryetari i këshillit, për Xhaden, unë pak apo shumë marrë vesh. Kjo tani edhe juën, jo në unë, po edhe kjo si burset, ku do të qojnë ujtë. Shikoj si është bere, përgjishmja s'kanë edhe gjësi, s'kem pasë inxhinier këtu në asë teknik, asë i që vetëm ata punëtorë. Se si e bëjnë, se kjo që e bëjnë, Pra këtu janë parë vetëm pajisje makineri dhe punojësi punë, ndërsa drejtues teknik për të drejtuar punimet? Jo, drejtojnë gjina Tiranë, nuk e di gjina drejtojnë. Këtu s'kem parë. Ta është një po ta zbulosh të 5 centimetri i ka qakull që pas i ka. Këtu se e kja tha dhe kryetari, se kanë hequr atë që të zdej kjo tjetra. Problemi që nuk ka
popullat. Ti desa e bën këtë bën sakt, nuk është problemi i popullatës. Këtu po kthehen. Ju villoj gjatë këtu kanë ardhur spesh vinë. Kanë shtëpi, pavarësisht se nuk jetojnë po vinë. Sipas banorëve, në disa pjesë të segmentit rruga është e ngushtuar. Ata thonë se nga 4 metra që parashikon projekti, në disa zona gjerësia është reduktuar në rreth 3 metra. Gjithashtu në disa kthesa kanë mbetur gur të pahequr nga firma ndërtuese, ndërsa në disa pika të tjera mungojnë kanalizimet anësore për kullimin e ujrave. Banorët theksojnë se investimi duhet të realizohet sipas standardeve, në mënyrë që rruga të mos dëmtohet përpara përfundimit të saj. Nuk kemi asgjë kundër dhe nuk paragjykojmë firmën ndërtuese, por kërkojmë cilësi, sepse rruga është jetike për ne. Kur nisën punimet, kryebashkiaku Ismaila ju kërkoi përfaqësuesve të firmosin që nëse nuk punojnë me cilësi të largohen, shprehen ata. Fshati Ngraçan përbëhet nga 4 lagje. Dikur në këtë zonë jetonin rreth 300 familje, ndërsa sot kanë mbetur jo më shumë se 60 familje, të cilat e konsiderojnë këtë rrugë jetike për lidhjet me zonat e tjera.